gruara përjetojnë diskriminim të dyfisht, andaj dhe gjenden në situata më të rrezikshme në rast dhune, përdhunimi seksual, maltretimi dhe eksploatimi. Gratë dhe vajzat të gjitha moshave, pavarësisht parasysh llojin e aftësive të kufizuara, janë më të rrezikuara e të marginalizuara në shoqëri. Duke marrë parasysh problemet e tyre dhe duke ju përgjigjur përmes politikave e programeve konkrete, duhet të ndërmiren masa të nevojshme e të posaçme në të gjitha nivelet për të integruar ato në fushat kryesore të zhvillimit shoqëror. Shpeshherë gratë me aftësi të kufizuara janë të padukshme, edhe në mesin e atyre që promovojnë kimse të drejtat e tyre, barazinë gjinore dhe përparimin e statusit të tyre. Ky film që flet për grua me aftësi të kufizuara ka për qëllim të ngrisë betien si mundësi e një gruaje me aftësi të kufizuara si lider global, aktiviste të drejtave të njeriut, dhe luftëtare të drejtave të personave me rritje të ulët jo proporcionale, që është pjesë e lëvizjes së njerëzve me aftësi të kufizuara. Ajo është filmjeta Apuk, fituese e çmimit prestigjios të Kombeve të Bashkuara në sferën e të drejtave të njeriut për vitin 2013. Çmimi i OKB-s në sferën e të drejtave të njeriut është një çmim deri që i ndahet individëve dhe organizatave si vlerësim për angazhimin e tyre realizues në sferën e të drejtave të njeriut. Ky çmim dahet në çdo 5 vite nga viti 1968. Laureatët të mëparshëm ishin Amnesty International, Jimmy Carter, Martin Luther King, Nelson Mandela dhe Eleanor Roosevelt. Ky çmim të lauruarve nuk u jep vetëm pranimin publik për kontributin e dhënë, por përçon mesazhin tek të gjithë luftëtarët e të drejtave të njerëzit në botë se Bashkia Ndërkombëtare për krah dhe falenderon të gjithë për angazhim dhe promovim të drejtave të njerëzit për të gjithë. Zonja Henrietta Apuk është aktiviste dhe luftëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara mbi 30 vjet, si në vend dhe jashtë. Është themeluese e organizatës jo qeveritare Njerëzit Shtatë Shkurtër në Kosovë dhe punon si koordinatore nacionale e fushatave për punësimin të personave me aftësi të kufizuara. Shumë vite ka punuar mbi të drejtat e personave me muskuj distrofik dhe me personat me rritje të çrregullt me gjatësi deri më 125 cm. Ajo është artiste dhe përmes punimeve të saj promovon kulturën autentike të personave me aftësi të kufizuara. Ka qenë antare e ad hoc këshillit të Kuvendit Gjeneral të Kombeve të Bashkuara në përpunimin e tekstit të Konvencijës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Zonja Apuk ka të kryer 2 fakultete paralelisht, atë juridik dhe fakultetin ekonomik. Unë do të përpiqem të ndaj me ju tregimin tim jetësor, dhe atë që ka qenë e rëndësishme dhe vendimtare në rrugën time drejt suksesit, dhe e cila njëherët mund të shërbej si këshill prindërve të cilët kanë fëmijë me aftësi të kufizuara, po ashtu ky rrëfim le të shërbej si inspirim të rinjve të cilët janë në të njëjtën apo situatë të gjajshme si unë. Me përkraje të madhe të prindërve të mi, kam arritur të rritem me vetbesim, të shkollohem e pavarur e të vozis vetur qysh në moshën 18 vjeçare. Kjo pavarësi mi hapi tyre të mëdha të mundësive të barabarta në jetën time edukative e të zhvillimit në përgjithësi. Sfidë familjare, megjithatë ishte shofërllakullje. Dua të theksoj me këtë rast rolin e babait, i cili kishte vizion dhe më ndihmoi në realizimin e ëndrrës time. Ai kishte kuptuar që pa lëvizje të pavarur nuk do mund të ecja fare. Ishte i vetëdijshëm për problemet me të cilat do të ballafaqoheshim, por ishim të vendosur dhe ishim bashkë. Shkuam në një kompani për të biseduar për mundësitë e adaptimit të veturës sipas nevojave të mia. Duhej transformim total i veturës. Fatkeqësisht aty nuk gjetëm zgjidhje. U përpoqa dhe bëra ca avizatime sepse ne njohim më së miri veten dhe i kuptojmë nevojat tona. Për këmbët e duart e mia të vogla gjeta zgjidhje teknike me të cilën inxhinierët mbetën të përmasuar. U bëra me veturë. A mund t'i paramendoni sfidët e një vajze të para 35 viteve duke u ballafaquar me barierat e kohës dhe duke vesur tërë vetur vetë?
Do shta dikush nga ju nuk do të besoj, por unë isha femra e parë dhe vetme në atë kohë në qytet me vetu në atë me identitet. Me këtë rrëfim, dua të theksoj rolin të madh të prindërve në edukimin e fëmijëve me pengesa në zhvillim. Këta fëmijë nuk duhen shikuar, trajtuar si dikush me më pak aftësi. Përkundër, secili ka mundësitë e veta, nëse do t'i hipej rasti, t'i dëshmoj e t'i zhvilloj. Rruga ime deri te marrja e çmimit të OKB-s nuk ishte fare e lehtë. Përkundër, ishte e gjatë dhe e mundimshme. Nuk është e lehtë të kesh lindur dhe të jetosh si invalid as në shtetet e pasura e të zhvilluara e lere më në Ballkan, ku çdo gjë është edhe më e rëndë e komplikuar, duke i marrë parasysh edhe luftrat të zhvilluara në këto decenje të fundit. Situata ime nga lindja më ka imponuar dëshira që të luftoj për të drejtat të njeriu, sepse unë, si dhe të tjerë, me situata të ngjashme jemi ballafaqur në përditshmërinë tonë me shkelje të panumërta të drejtave tona dhe diskriminim të shumëfisht kundër nesh. Në luftën time për të drejtat e njeriut kam punuar tërë jetën vullnetarisht, dhe kjo më ka dhënë fuqinë të luftoj për të tjerët, të cilët kanë të njëjtat apo probleme të ngjashme si unë, apo edhe më të rënda. Puna ime vullnetare ka zgjatë shumë herë edhe deri në mëngjes, kur jam ndier e lodhur, jam dalur e kam menduar në atë çast. Për gratë e vajzat që janë si unë dhe jetojnë në një mjedis i cili e kufizon zhvillimin e tyre dhe e pamundson pjesëmarrjen e lirë në jetën shoqërore. Kjo situatë posaçërisht është e theksuar në fshatra dhe vendet më pak të zhvilluara, të harruara nga familja dhe shoqëria, të paarsimuara, nuk kanë as shpresë as vizion për jetën e tyre. Veç kur mendoj për gjendjen e tyre, me automatizëm fitoj forcë e vazhdoj edhe më fuqishëm të luftoj për përmirësim të kushteve dhe të drejtave elementare të tyre. Me punën time vullnetare kam kuptuar esencën e thënies popullore mirë të punosh kot se sa të rrish kot. Sepse puna vullnetare na mundson të krijojmë shprehje pune dhe përvojë, të zhvillojmë njohuritë tona, të njohim punën, të krijojmë shoqëri të re, të krijojmë rrjet me njerëz e vejmë energjinë tonë me të tjerët, të ngritemi e të dalim nga shtëpia dhe të përzihemi në botën rreth, të aktivizohemi psikofizikisht, ndoshta të gjejmë rast të volitshëm që të punojmë në realizimin e vizioneve tona, të ndërtojmë një botë më të mirë për rreth nesh, të ndjehemi të dobishëm për vete dhe të tjerët. Prandaj, volontarizmi të ofron knatësi dhe ka vlerë të çmueshme për çdo vullnetar personalisht. Unë nuk isha mund të arrijë këtë sukses botror pa punën time vullnetare. Shfrytëzoj rastin ju sugjeroj që puna vullnetare është kapital i madh që e ka çdo shtet në botë, vetëm se duhet të shfrytëzohet në mënyrë të drejtë. Volontarizmi është sfidë ekonomike dhe duhet të miratohet ligj i posaçëm mbi volontarizmin që ai të fitojë një dimension më të gjatë dhe të jetë një mundësi që volonterët të njihen nga shoqëria, të njihen si stash pune, pastaj të kenë përparësi në punësim, studime, shkollim të mëtejshëm. Duhet dhe shansë të rinjve që përmes volontarizmit të kyqen në shoqëri. Dua të përkujtoj se çdo qytetar i planetit është luftar për drejtat e njeriut, sepse me vetdije ose pa të, secili nga ne për çdo ditë lufton për respektimin e të drejtave të tij, të drejtat e të afërmëve të tij. Luftojmë kundër dhunës së familje, për të drejtat e vajzave tona, nënave, të ambientit. Na dhem kur diskriminohemi, ne dhe të tjerët, vetëm pse kanë prej ardhje tjetër, nacionalitet, gjuhë, religjion, martesë të dështuar, afinitete tjera seksuale, aftësi të kufizuara apo status tjetër. Shpesh na duhet të jemi të vetëdijshëm dhe në vete të njohim dimensionin njerëzor në punën tonë të përditshme. Nëse mendojmë globalisht, ndërsa punojmë lokalisht, siç thot një moto e Kombeve të Bashkuara, do të kemi sukses dhe të ndërtojmë shtetin tonë.